disa gjëra. Ky episod e para fare përmban fjalor të fortë, kështu që largojeni fëmijët nga ekrani dhe nëse këto gjëra ju bezdisin, thjesht bëjeni skip këtij episodi dhe kaloni në episodet e tjera. E dyta, ju kërkoj shumë falje për të gjithë problemet që ka audio pjesa ime audios dhe Uliadit, një problem teknik jashtëzakonisht madhor në fakt, ku mikrofoni është i degeneruar dhe më desha të një mikrofon tjetër. Prandaj ky regjistrim do bëhet në një kohë të dytë nga ajo e para e regjistrimit, edhe shpresoj që në episodet e tjera t'ju sjell një cilësi goxha më të lartë, por që në Azuri tash do të blej një mikrofon tjetër. Faleminderit për mirëkuptimin dhe xhim të këndshëm. Buçim në bu, CHI. Bu. CHI podcast. Okej, që të tregoj një libër që është i bën njerëzit me nerva. Një sekond. Hajde. Të dashur miq, e dini si çdo lloj tjetër abononi në Buçi Podcast. Është ky libri The Dawn of Everything. The Dawn of Everything. Që se kisha lexuar akoma kur e diskutuan, tani e kam lexuar tamam. Është e përmend që shumë shpike që ne mendojmë që janë të ndriturve europian, në fakt kanë qenë kulturave ndryshme, edhe në atë kohë kanë pranuar që janë kulturave ndryshme, por është pjesë e propagandës kohëve të fundit, që themi që filan gjë është shpirur nga filan kom, sepse përputhet me botkuptimin që kanë njerëzit e caktuar. Si për shembull ideja e iluminizmit të paturit një shtresë administrative, pra nuk ke fisnik, nuk ke fshatar, por ke një shtresë të mesme që merret me atë të shtetit. Është parë si edhe kjo ide e ndarjes pushteteve, është parë si shpike e revolucionit francez ose shpike dietarëve të asaj kohe, kur në fakt kishte mira vite që praktikoi në Kin, edhe kanë patur provim për administratën e shtetit, shekuj të tërë bindur që 9 nga 10 gjëra që ne diskutojmë sot kanë ekzistuar në Kin. 9 nga 10 gjëra approximately. Domethënë është kjo ideja që shumë gjëra nuk i por më lejo i dashur koleg, më lejo të kundërshtoj prapë këtë pjesë. Fakti që ka ekzistuar diku tjetër nuk i heq meritat që Europa ka perfeksionuar. Jo, absolutisht jo. Se implementohet dhe kjo pjesa vëlla se këta të rinë gjerman domethënë kanë këtë shumë dinë e fajt, e ke parasysh edhe gjatë gjithë kohës, po ne se kemi marrë këtë nga ato, kemi marrë atë. Nobody gives a fuck. E ke parasysh sepse ke ardhur në një lloj momenti domethënë që ka rritur shumë lloj gjërash. E ke parasysh që bëj një debat me shokun tim që thoshte po që ka qenë një kohë kur Made in Germany ishte siç ishte Made in China. E ka qenë ajo para mbas revolucionit industriale etj. E themun, okay. Cool, thank you for the input. Po ku jemi tashi? E kupton se nuk tin tani nuk po flasi, po jo, po ai ti me një Mercedes edhe një Kia, edhe thoshti po jo, po se dikur Made in Germany ka qenë garbage. O plak, një Mercedes ka vlerën 4 fishta ka një Kia, dhe Kia është garbage, është karton. Thjesht mos t'i bëjnë njerëzit atribim, të mos e atribuojnë merita kot, sepse pastaj bëhet pjesë e mitit, edhe nuk është ndihmon njerëzit që të jenë më objektiv. S'ka rëndësi kush e ka shpikur i pari, rëndësi ka kush e përdor më mirë dhe kush bën gjën e radhës. Pikërisht, edhe këtu do të dalën. Tek pjesa italiste, domethënë, tek pjesa gjermane, e ke parasysh? Shumicën e kuzhinës italiane të mitit dhe shumicën e German Engineering nuk kanë qenë vetë gjermanët apo italianët që e kanë nxjerrë që ne jemi më të lindurit. Po ka qenë dikush që kishte qef Porsin apo Mercedesin apo BMW-n që thoshte, "O vlla, kjo makinë spektakolare, gjermanët diçka din edhe po e bëjnë diçka saktë." E kupton? Vinte ai nga Irlanda në Amerikë, domethënë, hante patate 3 vakte, edhe kur ishte te lagja italianëve që hante në një gjë të bukur shumë me shumë ngjyra, domethënë, duke jo po ushqimi italian është fantastik. Shumica, si të bëjmë ne sot e kësaj dite, e kupton, po jo po se Gjermani ka sistemin e kësaj kaq vite dhe ne nuk i bëjmë dot gjërat që bën Gjermani. Ke parasysh? Ne i implementojmë vetë këto gjëra. Një njeri që është i pashkolluar, i paditur, domethënë, e merr diçka nga tjetër. Okej, ai jep kreditet, se duhet ja japësh krediteve për atë gjërat që ka arritur një komb apo një tjetër, është gjëja më e mirë që mund të bësh, domethënë, që do të ecësh përpara, por nuk mund ta shikosh këtë si diçka që të lë mbrapa. Por unë isha në Krakov tash, e ke parasysh edhe debatin që kisha me ata që kisha gjithë kohë si shkonin rreth e qark Krakova spektakolare, e mirë mbajtur etj. Qyteti
i vjetër edhe po më thoshte po ja po skemi ne kështu ne nuk dimë, ne nuk bëjmë etj. Edhe në fakt në atë lloj mase ne nuk kemi. Po i thash po mirë, tani më dëgjoj mua se ne vërtet nuk kemi ato. Dhe është shumë e drejtë, ti je sakt për këtë. Por nuk shpikohet bota në atë lloj mënyre. Se pa tingëlluar nacionalist në vitet kur paraardhësit tan, jo domosdoshmëri shqiptar, kanë pritur dhe përcjell perandori dhe kanë jetuar në shtëpi me gur, edhe kanë pjekur mishin në dru, polakët dhe gjermanët jetonin në shtëpi kashte, bashkë me lopët në të njëjtin në ato longhouse. E ke parasysh që të mbanin, kështu që fakti që ti ke kaluar tranzicione shumë herë më të thella, ke qenë në një urë kulturash, e thonë që të ka lënë prapambetur, ke qenë pjesë perandorisë që të kanë literalisht të kanë shtypur, ke pasur një brez të njerëzve të tu, që po ashtu e kanë shitur veten, domethënë që kanë bërë dëmin më të madh se sa ka bërë perandoria vet, vetëm duke parë interesin e tyre personal, nuk mund të thuash që fakti që këta në këtë periudhë që ne flasim sot janë më mirë, na bën ne të jemi më budallënj apo më të paaftë apo të tjerë. As pak. Në qoftë se mendon kështu, ashtu do ngelesh gjithmonë. Po. Për momentin, ta themi këtë që pra për momentin shqiptarët janë shumë të paaftë, nuk kemi akademi, prodhimi industrial është shumë i ulët, sistemi arsimor lë jashtëzakonisht për të dëshiruar dhe qoftë krahasuar me të gjithë njerëzit në rajon, qoftë në nivel individual, qoftë edhe në nivel institucional jemi shumë mbrapa. Edhe pavarësisht se kjo propaganda e suksesshme e qeverisë socialiste që jo po i mëson njerëzve programim dhe qendra piramidës e këto, Shqipëria është shumë mbrapa. Kaq, thjesht këtë që ta dinë njerëzit këtë. Kanë 2-3 raste suksesi edhe mund ta krijojnë atë iluzionin, jemi shumë mbrapa, këto mindet e madhështisë më bëjnë për të vjellë. Por kur shkon te doktori, domethënë, përpara se të japi ilaçet, të diagnostikon. Kur të doktori të jep diagnozën se çfarë ke, ti e pranon realitetin se çfarë ke. Në bazë të pranimit që ti i bën diagnozës së doktorit, merr ilaçet dhe beson se shërohesh. Doktori thotë, I think you're gay. I thotë, jo më. Digjeti, mua thjesht më pëlqen të fuz gjëra. Shiko. Po të them që në qoftë se dikush, literalisht, ndihet i fyer nga fakti që ne nuk jemi për asnjë gjë, në momentin që flasim për çfarë do t'i ofrojmë, domethënë të tjerëve, që të marrim atë statusin që ne duket sikur na ka dhënë Zoti, nuk është faji askujt. E kam thënë përveç se faji jon. Edhe jo vetëm uliat që nuk kemi prodhim industrial, po ne nuk kemi një sistem të mjeftit shkollor. Tani që po merrem me këtë diaspora e Shqipërinë e lirë, domethënë janë përfshirë edhe me disa ideale të mia që dua t'i ndjek, domethënë, edhe çuçi isha unë kemi kështu i hapur si vaj në lakra, se edhe kur të bëm podcast normalisht, unë jo vetëm që kam qef si individ të përfshihem me çdo lloj tema, sidomos kur unë nuk kam informacion, dhe kam shumë kurioz domethënë të marr vesh nga gjërat e tjera, por edhe e kërkon edhe mënyra e të bërit podcast, domethënë që duhet të lexosh disa rreshta, duhet të di si të bësh pyetje domethënë dhe për gjëra që s'e di. Edhe jam prapë kam mbledhur veten time, kam thënë që okay, unë do kem dy gjëra ose 3 gjëra që do i kem si pishtare, do mundon të punoj për këto një vit në ardhshëm, domethënë që për mua është siguria në punë katëherë të ndërtimit. Po. Që në mënyrë më modeste të mundshme, I don't give a fuck. Është më mirë si i vetmi që vë në dukje, tamam, e ke parasysh që i vetmi. Pikërisht, unë po e them tashi, megjithëse është pak vonë në pjesën e podcastit, domethënë nuk e di sa njerëz të dëgjojnë, unë jam duke folur me individ të ndryshëm, do përgatis jo vetëm video si rubrika shkurtimisht, domethënë që është në mënyrë sarkastike ajo gjëra që po ndodh, por i kam vënë detyrë vetë që do mbledh informacion të mjaftueshëm nga sistemi i PSA në Gjermani ose ajo në Angli, domethënë, dhe duke nxjerrë një lloj materiali që mund të përdoret edhe në Shqipëri për mos të vdekur njerëzit në përskela e tjera. Një, kjo është e para, e dyta është komunikimi dhe e drejta e fjalës, që unë e di shumë mirë vetë dhe kam këto kohë të fundit e kam hequr edhe një çikuriz vetë, domethënë se çfarë mund ndodh nëse e ke zërin shumë të lartë. Shadow ban po. Edhe Ky podcast nuk ka për të ndihmuar. As pak.
Por që nuk jemi këtu për të bërë qametin e lekëve, jemi këtu për të thënë gjërat, sepse jetesën e paguan dikush tjetër, kështu që nuk sa do bëni mund të bëjnë ata plako, nuk ndikojnë fare jetën time. Edhe e treta pastaj është sistemi arsimor shqiptar. Tani këtë do të diskutojmë me ty, domethënë ato pjesë të tjera domethënë ti i përket një fushë tjetër. Po te kjo më anë se nga që je një person që dashuron dijen, domethënë dhe që i jep vlerën e duhur, je i përfshirë, je aktiv, je duke bërë diçka, domethënë që është pavarësisht se njerëzve në Shqipëri duket që se doktora janë gjithta, po të jesh doktorant vërtet domethënë është unë të përgëzoj domethënë pa dashur të tingëlloj kështu sikur po bëj çefin kod, por mendoj se duhet të marr disa sekonda të them që bravo që i ke hyrë asaj pune plak. Kupton se unë e kam kuptuar me disa ka qelluar fati im i madh të kem biseda private me shumë njerëz që kanë bërë, që janë duke bërë ose kanë bërë doktoratura. Kur them shumë njerëz, po flasim 10-12. Edhe e kam kuptuar domethënë se çfarë lloj kaosi dhe çfarë lloj stresi dhe çfarë lloj volumi përkushtimi kërkon. Domethënë dhe për mendimin tim është nga gjërat më të vështira që mund të bëjë njeriu në jetë. Ndonjëherë nuk e kuptoj se pse do t'ja bësh vetes atë lloj gjëje. Unë se mbaj mend sepse mora këtë vendim, me thënë drejtën, duhet ta shkruaj në letër që ta kujtoj vetes, shumicën e kohës as I don't even know why. It doesn't matter, kupton? Se edhe nëse ti asnjëherë nuk do jesh i kënaqur me këtë që domethënë jam i bindur që do sjellësh diçka për dikë tjetër nesër pas nesër. Kështu që nga unë edhe nga shumë njerëz që mendojnë si unë, faleminderit që ke zgjedhur të kërkosh diçka për të mirën e njerëzimit, para përndika çfarë është kjo. Vetëm nëse është lesbian dance, pastaj i armik i popullit. Gjithsesi, po të thosha që sistemi i arsimit shqiptar plak duke filluar nga parashkollori, fillore, 9 vjeçare, domethënë gjimnazi, jemi shumë keq, ka shumë shkolla në Tiranë, Uljad që fëmijët bëjnë orar me orare të shkurtra se rindërtohen shkollat e burr. Ai prindri edhe ti do të vetë tash që pse nuk janë punëtorët e saktë në Shqipëri, punojnë shumë. Po fëmijën ai e ka 6 vjeç, fëmia vetëm në shkollë në orën 8, mbaron orën 12. Ku do ta lë fëmijën ai? Ku do ta lë fëmijën? Është të tmerrshme mënyra se si funksionon sistemi arsimor shqiptar. Edhe ky budalliku i neveritshëm që thonë jo pse në kohën e komunizmit ishte shkolla e mirë, prodhonim akademik ne. Nuk ka asnjë provë për këtë. Nuk ka asnjë provë për këtë. Vetëm akademik që janë prodhuar janë ose ata që kanë qenë gjeni vet, që është ndo statistikisht çdo popull ka një numër të vogël gjenish, ose ata që janë shkolluar jashtë para se të mbylleshin marrëdhëniet me vendin përkatës. Kështu që ky parashikimi censor ke bërë, nuk matet shkolla sa inxhinier ke ndërtuar, o zotëri, unë që dal si inxhinier i shkolluar dhe në treg privat nuk është sukses i akademisë. As pak, sepse është sukses i tregut kjo që bëj unë. E kupton? Sukses i akademisë është sa persona ke ti që qëndrojnë në universitet edhe bëjmë punë kërkimore dhe 1 në 10 apo 1 në 100 nga këta nxjerr diçka që vërtet ka një vlerë kolosale monetare dhe për të ardhmen. Këtu marrë suksesi akademik vëlla. Nuk marrë dia po ne nxjerrim 180 mjek në çu. Po ti plasë trapi se nxjerrim mjek. Ku do të çosh mjek vëlla? Ai kur Okerta Manasiliu për kufizoi çfarë është doktoratura, çfarë është kërkimi shkencor. Është të tmerrshme. Ke njerëz mbase ka tjerë që mund ftor që thonë më me detaj se intereson në vërtet çfarë ndodh në Shqipëri, mua jo dha shumë në këtë aspekt, çfarë bëjnë universitetet, por edhe pse ka disa pedagogë që kanë dëshirë, nuk mjafton kur kanë përballë këtë murin e madh të ignorancës, tani kanë edhe një komision titull shkencor kot pa lidhje. Është shumë problematike kjo dhe më zgënjen shumë. Kjo është ofendim, unë kam pasur taulant mukën, domethënë që kemi folur për pjesën e doktoraturave. Shiko, Uljad, në krahasim me shumë persona të tjerë, domethënë, unë e konsideroj vetëm minimalisht të paditur, edhe maksimalisht ignorant, domethënë, për sa i përket pjesës së doktoraturave gjëra të tjera, sepse ti mund të ulesh me mua, mund të vish në Berlin, të pim një kafe bashkë, mund të rrim 2 orë në kafe, të mundohesh, domethënë të më shpjegosh, edhe gjëja që do marr unë, nga ajo që do më shpjegosh ti për doktoraturën, do jetë thjesht volumi dhe stresi e tjerë domethënë, sepse unë thelbin komplet siç e përjeton ti, nuk kam përta kuptuar asnjëherë. Edhe kjo nuk është sepse unë jam budalla by definition, e kupton?
Kjo është sepse ti i përket asaj fushë o zotëri. Ti e duke e hequr në kuriz, domethënë, kështu që ti nuk ekziston ai mësuesi perfekt që mund ta përcjellë të njëjtën gjë, domethënë në të njëjtën mënyrë që e përjeton vetë. Se ashtu do ishte bota shumë më ndryshe domethënë dhe ne nuk do kishim nevojë as në matematikë, do ishte kalonte në gjene pastaj, do e dije matematikën kur lindje. Në parasysh do ishte treti lindur. Evolucioni nuk funksionon ai shpejt, ne do donim të funksionojë. Do ishte shumë mirë në fakt. Ideja është se në Shqipëri nuk vlerësohet as Uliadi. Në Shqipëri nuk vlerësohet as Bleoni e plak, e kupton? Edhe ai që, vjen tani kam pasur ca kontakte me disa individ që janë inxhinierë zhvillimi, për shkakun thoshin o plak, unë them aty vini kokora thonë ja për X është vap. Po ti çipsha, po është për kokën tënde më valla, se unë jam në zyrë jam në kontenjer, mua s'do më gjej që për mua, lakurin gjike, nuk pas ke vdekur atje. Nuk më intereson fare. Është për ty more. Do ruash kokën tënde. E ke parasysh? Edhe janë disa gjëra domethënë që thjesht nuk i pranojnë njerëzit. Mekanizmat për të bërë këtë reinforcement, për të bërë vendosjen e rregullit, domethënë mungojnë. E kupton ti thua shefit, ore zoti do ta nxjerrim Asbiun edhe Xhevdetin nga kantieri, sepse Asbiu dhe Xhevdeti nuk vën kokore dhe nuk mbajnë masat e sigurisë. Po i gjeti gjë ata, e kupton na bie edhe statusi, edhe kemi strese me siguracionin e tjerë, domethënë pavarësisht në Shqipëri të funksionojnë, se ata thjesht i heqin nga puna, edhe hajde jemi me katër rrugëve domethënë vetëm në karrotë. Edhe smerret me njëri me ty domethënë. Po nuk ekziston asnjë lloj le të themi dashamirësie ndaj atij që në të vërtetë ka një farë lloj sakrifice shpirtërore, domethënë unë mendoj që të bësh PhD vërtet mund të jesh shumë i eksituar, domethënë, edhe të thuash që shipe se unë do jam doktor nesër pas nesër. Do jam PhD. Po, kjo qëndron. Që ky tipi vërtet do ketë something over you, domethënë sepse ka bërë diçka më të vështirë, por kur ti ishe tek Muma apo ku dëgjon çan ato folie marine, budalliqe domethënë, ky tipi ishte duke plasur 8000 libra plak, duke bërë doktoraturën. Edhe kjo lloj njohje në Shqipëri domethënë nuk është. Ti konsider Uliad, ti në Shqipëri e budalla. Nuk kam idiot se sa ty në Shqipëri. Po e di se flas me njerëz kur kthehem, askush edhe ata që 100% e njerëzve, ti jemi sinqert, 100% e njerëzve që me cilën diskutoj doktoraturën në Shqipëri, rastin më të mirë nuk e kuptojnë, rastin më të keq që duket si humbje kohe sepse kanë parë Ben Shapiro ose ndonjë kart tjetër që thonë, jo po se edukimi është një problem. Në fakt kur ju duhet të edukoheni, duhet që të dilni jashtë të mësoni tregun e lirë. Pra shikojnë Karliqin në YouTube edhe ashtu formohet botëkutimi i tyre dhe duket çdo edukim, çdo sistem edukimi, çdo mënyrë edukimi humbje madhe kohe. Edhe një pjesë të madhe të bërë doktoraturës është duhet të bësh paqe me të ndjerit vetëm. Diçka që komedianët nuk e kanë refleks të mirë, që është duhet të bësh paqe me vetminë. Gjithmonë një vetëm. Mund të ndalosh se qeni vetëm kur eksperimentet funksionojnë, atëherë dalin njerëzit. Mund të ndihmojnë që ta shkruash, mund të ndihmojnë që të bësh këtë gjë. Por për pjesën më të madhe je vetëm, sidomos kur eksperimentet nuk ecin dhe by default shumica e eksperimenteve nuk ecin. Prandaj gjithmonë është duhet bësh paqe me këtë lloj vetmie. Po në Shqipëri është kur ja tregon bëhet pak më e rëndë sepse edhe fillojnë të japin mend, fillojnë edhe të ndërhyjnë, fillojnë edhe bëjnë gjykime kot, sepse kanë këto varet cilin influencer kanë përkthyer. Po Uliad, unë kur më pyet dikush për në shkollë akoma, do ta them sinqerisht, çfarë i them unë dikujt për në shkollë. Në qoftë dikush për duke studiuar, për shembull, unë tas vetëm për fushën time sepse nuk e di, nuk i njoh të tjerët. Kur dikush më thot, o Blon, unë po studioj inxhinierim ndërtimi, edhe unë do të jem i menaxher i suksesshëm. Unë këtij individi i them, zotëri i dashur, në momentin e parë që ti vet mundësia, pasi e ke pasur një kualifikim, dil nga sistemi edukues dhe hyn në treg. Sepse nuk ka asnjë lloj modeli, pak në Gjermani, nuk e di, mund të ketë në Paris apo ku dëgjon, që do të përgatisi ty me dhimbjet e kokës së dikujt në kantier, e kupton, të përgatisi ty për jetën reale. E kupton, sepse unë kam qenë në Kuriz, kam qenë në disa lëndë që ishin konstruktive, mezi kam kaluar, në ato që ishin menaxheriale isha gjeni. E ke parasysh? Edhe mesatar në average, kështu pastaj. Edhe
kur më thon pastaj që shif se unë dua të bëj për llogaritje, më thon llogaris kulla plak. Unë dua të llogaris ura. Po këtu individëve them plak, ti jo vetëm që duhet të qëndrosh në sistemin shkollor, por ti madje duhet të synosh, të ikësh dhe në një universitet që ka një gradë më të lartë. Ti do vuash, jeta jote do jetë pothuajse borderline miserabël. E ke parasysh? Por në momentin që kur kjo kalon, për atë lloj gjëje që do bësh ti, është vendimi më i mirë që mund të marrësh shpejtën tënde. Por nëse do të bësh këtë që po bëj unë, duhet të dalësh nga sistemi për të vetmin fakt se ti duhet të biesh në kontakt me njerëzit, sepse puna e menaxherit është shumë herë më shumë humane dhe politik se sa është inxhinierike. Po. Një problem që kanë gjithë njerëzit që merren në botën akademisë, që merren me shkencë, që duhet bëjnë dhe doktoraturën dhe po e bëjnë, është një lloj i veçantë vaniteti edhe fiksimi me të zbuluarit diçkaje. Është një nuk e di, nuk mund edhe pastaj kjo bie ndesh edhe me situatën time më reale që është jam një emigrant në një vend të huaj. E vetmi rasti se ti mjetosh doktoraturës, e them të realisht, sidomos në computer science, në këto temat që kanë edhe matematikë, po edhe inxhinierinë në të njëjtën kohë, duhet të jesh jashtëzakonisht të fiksuar. Unë nuk bëj më projekte nëse nuk ndjej një fiksim natë e ditë për ta bërë atë projekt. Ndoshta ka laboratorë që janë ndryshe që nuk ja thot profesori këtë lloj gjëje, po unë realisht mënyra se si ne i zgjedhim projektet dhe se si marrim vendimet edhe me supervizorët tanë është nëse nuk je absolutisht, sidomos në fushën e inteligjencës artificiale, i fiksuar që natë e ditë mendosh për këtë punë, projekti nuk do eci. Prandaj është një mënyrë e çmendur të jetuarit jetës edhe zgjedhurit çfarë do bësh për gjatë gjithë kohës, po situata është kjo. Dhe pastaj kjo bie ndesh me faktin e qenit emigrant, sepse si emigrant nuk ka vend për gabime. Doktoratura është vetëm për të bërë gabime dhe për të përmirësuar, kurse si emigrant, mendimi siç mund ta dish edhe ti, që di çdo emigrant që është munduar ta marrë forcën e vet, ka zero vend për gabime. Nuk ka vend për drama, nuk ka vend për dashuriçka, nuk ka vend për të humbur kohën me idiotësira. Çdo gjë, çdo gabim që bën, të duket, edhe pse mund të mos jetë ashtu, të duket sikur do vi dikush të thotë, "Ok, koha të mbaroj, hajt ktheu." Edhe duke pasur këtë gjë në mendje, edhe kur kjo kombinohet me këtë mënyrë e çuditshme dhe të izoluar si funksionon kërkimi shkencor, ka mundësi të bëhet toksike. Ky lloj kombinimi. Edhe bëhet, është domethënë është një vijë jashtëzakonisht shumë e hollë në momentin që vetë sakrifikon veten tënde, domethënë për të arritur diçka. Por jo domosdoshmërisht kjo është e keqe, por për ta lidhur me ato që theti më përpara, Uliat, tani ti e di shumë mirë vetë, domethënë, edhe shumë të tjerë që kanë studiuar jashtë shtetit, domethënë, po që kanë studiuar vetë forcat e tyre, domethënë jam munduar të dalin e din shumë mirë të pjesë. Po kam qenë student të plak, edhe nuk më vjen turp fare, me asnjë gjë, unë kam bërë punë studentore, domethënë unë kam pasuar dhe banja. E vërtetë. Po edhe unë punoj te kolegji, shtri kablo edhe lidh monitora edhe hap ato projektorat e gjërat. Po padyshim është banakier, guzhinier, është puna ime thjesht sot çdo që s'kam. Bën tavolina, vë ato lugët me ato si kanë 30 cm për pjatën brenda, e ke parasysh, pastrim banjash etj. Edhe unë atëherë domethënë e urreja veten time. E kupton? Sepse në kohën që unë nikja në punë, edhe qëndroja në shtëpi, por se shpenzoja lekët, e kupton që ishte disi e trisht atëherë, po tani e kam kuptuar që ka qenë gjëja më e mirë që kam bërë, mendoj që po mirë budallaj deshi, ti nuk po vdes për bukë, pse ikën ti të nxjerrësh lekë tash, pse nuk ikën ti në parti dhe në klube që shikin të gjithë shokët e tu, domethënë dhe vërtet unë kam përjetuar zakonisht shumë keq, pat in the back. Po që ideja është që kam arritur në konkluzionin, Uliat, që atë që the ti për pjesën e projektit, për zgjedhjen e projekteve, domethënë mendoj që vlen për çfarë lloj pune. Nëse ti je një pllakaxhi, por nuk do të jesh pllakaxhi, nuk do ta bësh atë punë nëse ke mundësi. Çfarë do thotë? Do thonë jo, blon, çfarë fu trapit kot tash se ne do të ndjejmë lekët në muaj. Po, këtë po them. Nëse ti do të rrit dashuri, duke bërë një punë që nuk e do, duhet të bësh maksimumin e mundshëm për të shkuar drejt punës që ti do të bësh. Dallohet për mua si supervizor projekti
ai që veten në punë me dashuri, edhe që e bën atë punën kështu që ta lëpish, domethënë të vetë të shtrihesh barka si lakuriq. E dallohet ai tjetri që po e bën thjesht për të marrë lekë. Dallohet. Edhe kjo shtrihet nuk ka rëndësi fare. Ore, un kam pasur te Hotel Adlon kur kam punuar si catering atëherë si student, domethënë kam parë një grua, shiu të 50 vjeç do ishte. Ajo Liad është shumë patetike si histori, po ta marrësh nga një këndvështrim, po ishte pastruese. Koha që ajo merrte për të pastruar, vëmendja që ajo i kushtonte, domethënë çdo lloj gjëje të vogël, domethënë Adloni është hotel në 5 vjeç në qendër të Berlinit, te Brandenburger Gate, e ke parasysh? Ai është hotel Adloni. Edhe ajo edhe pse ishte pastruese plak, edhe pse nuk është në profesion që neve na duket pastruese ç'a bën. Ajo e dashuronte punën. Edhe kur i thosha unë se Aisha ishte kështu gjysmë gjermane, gjysmë turke, do të thënë Aisha, po pse lodhesh kaq shumë? Tha, unë kur kam qenë e re, tha, jam kënaqur në shkollë. Unë kam bërë parti etj. Unë kam bërë paqe me veten time, tha që unë shkollën nuk e bëra edhe u kënaqa atëherë. Edhe e kam gjetur kënaqësinë time, tha. Kam gjetur kënaqësinë time me këtë gjë që bëj tani. Edhe unë këtë gjë që dua që bëj tani, duhet ta bëj në mënyrën më të mirë të mundshme. Pavarësisht se çfarë gjëra ndodhin, unë dua që të jep maksimumin e mundshëm. Dhe kjo nuk bazohet në lekët që marr. Unë do ishte mirë nëse do më janë çikun shumë. Por kjo është kënaqësia ime personale. E ke parasysh? Unë mendoj që kjo mungoni jashtëzakonisht shumë për të. Me kushërinë tanë, me ku dëgjon sa mund të kesh ti njerëz më të vegjël se vetja jote në fisin tënd, domethënë. Unë po atë tregoj një histori surreale që the për këtë punën. Unë gjatë fundjavë një punë që bëj, që do bëj edhe për disa muaj të tjerë, thjesht për siguri time financiare dhe për atë mendesinë shqiptare që do mbesim nesër pa bukë, që është në tru derisa të vdes, që nesër do mbaroj buka. Nesër s'do ketë bukë. Edhe 3 ditë bukë jemi. Edhe 3 ditë bukë. Këtë e kam unë, edhe si pasojë edhe pse nuk ishte komplet e nevojshme, jam duke bërë një punë tjetër për të mos u ndjerë sikur do vdes për bukë. Dhe kjo punë konstaton një prej tyre është si asistent IT dhe duhet të ndihmosh njerëzit të rregullojnë kablo për evente, a punon zëri, as punon zëri, vendos boxet, gjërat që mund të bësh asistenti IT-s mos ka ndonjë shkencë aty. Dhe një nga eventet që mund të më organizoja para disa muajsh ishte eventi i Mencës, sigurisht Oxfordi, që krijonte bënte një event për anëtarët e rinj të Mencës. Menca është organizata ndërkombëtare e njerëzve me inteligjencë të lartë. Bën një provim inteligjencë edhe nëse bën atë, shkollat e shtrenjta në UK, këto shkollat elitare, ja japin si mundësi studentave tyre që ta bëjnë. Sigurisht ndihmojnë edhe i çik që dalin mirë te provimi, haha. Dhe Oxfordi pastaj, siç është pjesa e sistemit, thotë, ne tani do t'i ndihmojmë këta se kanë marrë këtë IQ-n e lartë. Dhe po flisja me këtë dhe ky më takoi me statun që unë isha aty që jam persone që punojnë te kolegji do ndihmoj me boxet. Dhe po fliste mua dhe sigurisht i bëra pyetje, thash po si është dia kështu, po çfarë shpërndaj statistikore keni ju për IQ-n, jo po çfarë teste shkeni, jo po a merret parasysh backgroundi kulturor, cilat janë barriera statistikore për caktimin e inteligjencës, domethënë pyetje shumë që kurdo që ka për statistikë kupton këtë, nuk është ndonjë gjë, është viti i parë universitet. Por në mendjen e tij unë isha personi që po bëja këtë punën që nuk kërkon as pak shkollim. Dhe më tha, shiko, shumë njerëzve i ndodh tha që kalojnë e jetojnë jetën edhe pse janë zgjuar nuk dalin mirë në shkollë, sepse janë rebele ashtu dhe pastaj përfundojnë në punë që nuk paguhen mirë. Edhe zakonisht e bëjnë testin të nenë dhe japin mundësi që ta rimarrin jetën, që ta mbarojnë universitetin, të bëjnë ata. Merre këtë kartën, tha, merre kartë vizitën time, tha, edhe shiko se nuk i dihet. Mund të ndodh, njerëzit e bëjnë këtë, futen në shkollë, ka raste që shkojnë edhe për doktoraturë, tha. Kështu që ti merre këtë që ta provosh. Edhe akoma se kam darë mendjen, nëse ai person kishte jashtëzakonisht të drejtë, që ma tha mua këtë gjë ose jashtëzakonisht gabim. Sepse në asgjë që pa ai nuk mund ta fajsoj. Po dhe sigurisht ajo që më tha ishte komplet pa lidhje, unë nuk kam nevojë që të më validoj akademikisht organizata e tij, se gjithmonë jam rritur me njerëz që i kanë dhënë vlerë edukimit.
është një mënyrë ai paragjykoj, po dhe gjykoj në të njëjtën kohë. Këtë shumë surreale mund të kur më dhatë. Akoma kam portofola të kartë vizitë. Edhe unë dua të ftoj duke u rikthyer pastaj tek ajo biseda e parë, në këtë rast domethënë të kthesh faqen tjetër. Çfarë ta them këtë? Sepse me kaq sa më the ti, domethënë pa patur informacion shtesë, unë mendoj që nuk i plasit trapi njeriu se për çfarë ka pasur ai atë. Nuk i për mua si nuk mendoj se kishte me të keq, ai ashtu është mësuar, atë ka refleks ai, jep 20 kartizë. Le të marrim rastin më të keq. Le të marrim rastin sikur ai po të ulte ty domethënë dhe po mundoj të thoshte diçka të tillë. Nuk ka rëndësi fare, domethënë sepse merr rastin më optimal të mundshëm. Po sikur mos ishte Uliadi aty. Po sikur ti ishte ku dëgjoj një tjetër, një Bukele, një Thomas, një John që se ka iden fare se çfarë po ndodh, domethënë. Por që ndodh që ai thjesht është gjendur aty për kapacitetin e ka më të madh. 1 në 1000 persona mund të jetë fikse ai personi domethënë që vërtet mund ta marrë të kartën, bën telefonatën, bën aplikimin, i bën gjitha gjërat. Ore vëlla, mbase PhD nuk bën vëlla, po të bëjnë në një shkollë. E ka thënë do të ndihmojnë. Në qoftë se kjo funksionon, është njëjta gjë mos me podcastin, po e tha njëri mjafton. E ka thënë edhe kjo gjë. Po funksionoi në një moment, domethënë, unë mendoj që sakrifica për të ofenduar dikë që është duke arritur, ja vlen. Në qoftë se konkluzioni është i mirë, domethënë dhe dëmi që bëhet është vetëm dëm i tillë, domethënë vetëm dëm kështu shpirtëror edhe përjetues për momentin, who gives a fuck. Pastaj ti nuk je aq poshtë aq fell, domethënë sa të thojë ai që të gjitha realiteti jote varet nga ai. Po, i normalisht ai nuk e dinte më vonë ai domethënë nuk është se ai nuk dinte asgjë rreth meje që ma tha atë, po thjesht ideja që isha në një pozicion që ai më aq sa pa bërja të assessment është pak surreale, duke marrë parasysh që kolegët e mi anglez nuk e kanë absolutisht këtë problem sepse nuk shqetësohen, mund shkojnë të shtëpia prindërve, marrin trenin e janë rehat, kurse në rastin ton nuk ka vend për gabime. Nëse ti për shembull mbaroje shkollën, as të gjeje punë, asgjë nuk do të ecte, nuk do të shkoje o të shkojnë në Hamburg te mami për 6 muaj sa ta gjej veten time. You would have to fucking go back edhe të nisje me shumë pengesa rikthimi. Prandaj është kjo mos patja vendit për gabime, sikur i ngushton pak vitet. Le ta bëjmë si group therapy. Në një gjë që ke provuar ti te ky tipi domethënë me këtë, unë kam punuar si kamarier në fillim ose si çfarë quhen ato servis, edhe pastaj si drejtues grupi në stadiumin olimpik Berlinit. Po. Për ndeshjet e skuadrës së Hertha Berlin, domethënë në loshat VIP. Loshat janë kështu dhoma të izoluara, dhoma me veten që janë deri në 10 persona. Edhe unë aty gjatë gjithë kohës shikoja që zakonisht këto rezervohen domethënë nga firma kolosale, kupton. Firma ndërtimi, firma IT, firma marketingu, ke parasysh ata kanë punëtorët më të mirë, çfarë sistemet të tyre që kanë për prokurata domethënë, dhe i çojnë të shikojnë një ndeshje edhe të kenë një eksperiencë VIP. Ti je një person që kujdesesh për të gjatë gjithë kohës që çdo gjë atyre domethënë të jetë në standardin VIP. Unë tash se më rinte krimbi plak gjithmonë kisha me këto kolegë që shife, kush komandin ndërtimit do vetë unë. Në kot, thjesht unë e vija për të vajtur për të dëgjuar çfarë muhabete bëjnë ata domethënë, se bënë jashtëzakonisht muhabete biznesi. Po. Aty domethënë ka pasur disa raste të tilla domethënë që thoshte që po ti ç'a bën, ç'a s'bën, e ke parasysh etj etj. Për shembull, një ndërtimi bëj të punë, isha edhe në punë atë. Isha edhe asistent menaxher gjatë kohës që punoja. Po thjesht punoja me këtë mentaliteti i bukës, që thua ti që bëj edhe një lek më shumë se jo. Është punë. Ja, e përmbledh mirë, po. Edhe ka pasur disa raste të tilla që më thënë që po për shkak se vrim mandin e kupton se ti mirë je, ke parasysh ja merret të kartën time, nëse nuk gjen gjë tjetër mund të më kontaktosh mua, është okay, jam i bindur që edhe nëse do punosh te ne do gjesh diçka për vete. Edhe okay, Uliad, unë kuptoj që në atë moment domethënë unë ndihesha edhe pak keq. Kur shikoj tash mbrapa, domethënë më bën të ndihesha pak keq sepse unë në shkollë isha mesatar. E kupton? Literalisht mesatar, asnjë gjë, domethënë kështu ekselente apo ky është më pidhë sa më i mundshëm. Jo, isha thjesht një student mesatar plak. E kuptosh? Ama në punë isha spektakël plak. Në punë e kisha vënë vetëm në atë moment domethënë isha bërë plagi.
E kupton që go to ishte filani, nëse do është një punë që se bën njëri tjetër, filani. S'kam marrë këtu për të luajtur, ja kam marrë këtu për gjën e vërtetë. Pikërisht, pra, e kupton, sepse nuk mund të bësh një nga të dyja, e kupton, që do sakrifikosh një nga të tjerat edhe unë asnjëherë nuk e kam, edhe sot e kësaj më ka identik si puna jote. Dhe sot e kësaj dite kam një setore të vogël vetëm për kartë vizita, e kam parasysh, ato që jam me telefon, edhe akoma e kam kartën aty. As nuk kam marrë, as nuk ka shkuar ndonjëherë mendje, se nuk e kam pasur nevojën asnjëherë për të kontaktuar atë tipit domethënë, se gjatë mua më ka ecur mirë, e kupton, unë kam bërë deal, kam bërë marrëveshje me veten time për shumë gjëra, kam humbur shumë gjëra e kam fituar shumë gjëra. Mendoj se neto në fund ka dalë mirë. Gjithsesi, por sikur të ishte një individ që studionte vërtet inxhinierinë ndërtimi dhe nuk ishte në punë. Sa fantastike do ishte domethënë që dikush që ishte literalisht CEO-ja ose djali i CEO-s të thoshte merre kartën time do gjejë në punë. Është fantastike plak. Edhe unë mendoj se ja vlen atë ndjesinë time të shtrënguar në atë momente që jo po më jep mua atë që më takon mua, a ke parasysh? Kur e kupton që në fakt dikush dikur ka përfituar nga ajo që. Jo, s'do të bëj si liberal Cotton se sikur bërë mikroagresion ai, po thjesht doja ta vija duke si kështu. Se nuk është se po viktimizoj veten. Po, ti pra atë ke të drejtë. Ke të drejtë, janë disa nuk po viktimizoj veten, jam kundër viktimizimit në çdo aspekt. I want to be on public record. Nuk po flasim, po flet me mua abuse, nuk jetë rutina magjistari, e kupton? A ndjen ju erën e mandanozën nga televizori? Në pikërisht pra, e kupton, unë po them që nuk është fjala e viktimizimit, është fakti që shumica e këtyre individëve, domethënë për shkak se ashtu janë arritur, edhe ashtu e kanë atë të gjithë environment, atë rrethin që i rrethon, domethënë ka atë lloj prirje, domethënë që të jenë pak ulës, të jenë pak dominues, domethënë sepse vetëm është vetëm mënyrë se si ata ndihen mirë me personalitet. Çfarë do i sjellë atij të duket i arritur mes një studenti që po punon në kamariera plak. Kupton? Kërkon shumë pak që ai të jetë superior ndaj meje atje. Po janë persona të tillë domethënë, unë mendoj që okay, e kupton, unë e sakrifikoj egon time personale kur e di që dikush vërtet ka përfituar nga ajo që ja. E kupton, dhe ka pasur vërtet në stadiumin olimpik të Berlinit, çdo student që është në Berlin do ju sugjeroja që të punoni, është tax free by the way, deri në 70 ditë në vit, që të punoni tek stadiumi, mundësisht në për këtë lozhat VIP, se do të takoni njerëz domethënë që do të tregojnë e para fare histori të çmendura, që do i tregonin në tavolina me shokët, do të kënaqeni, por që nuk janë të pakta eksperiencat kur literalisht njerëzit e kanë lënë punën, ka pasur njerëz që kanë lënë literalisht edhe shkollën, edhe kanë punuar për njerëz që kanë njohur aty. Kështu që me këmbë të hapur, shiko, nëse do të ofendosh për atë kulturën e viktimizimit që ti, nuk ta bësh shumë thjesht. Është gjëja më e thjeshtë e mundshme. Në çdo kënd, në çdo hap të jetës që jetë, nëse do të ofendohesh e bën shumë thjesht. Është gjëja më e lehtë. Për të ofenduar është shumë e lehtë që të gjesh një mënyrë ashtu. Sidomos në një vend si Anglia, ku le ta themi, për te çdo gjë, ka një sistem klasor që është për te shekujve, është më i vjetër se unë nga Marxi kohët e fundit e kam kuptuar nga partnerja ime plako juve me sistemin klasor aty jeni shumë po partnerët e di fix biles me të kur u takuam atëherë në Berlin e kemi diskutuar dhe është shumë e qartë dhe dua ta them këtë podcast se mendoj se bën episodin interesant, dallohet edhe në art dhe në komedian që performojnë dhe është në fund arsyeja sepse gjithmonë Amerika do ketë komedian më të mirë sa të ketë diell mbi tokë e sa të ketë njerëzia, sa të rrotullohet njerëzia diellit, gjithmonë komedianët amerikanë do të jenë më të mirë se anglezët, për sa kohë anglezët kanë sistem klasor. Sepse një Louis C.K. edhe një që është rritur një familje të mirë, sepse ka pas mamin software developer, ai duhet hante mut në këto vende konservative dhe klasët punëtore që zhvillonte materialin e vet. Kurse në sistemin klasor anglez, një person që ka mbaruar një shkollë elitare, e ka pasaj të lehtë si Christopher Hitchens që është futur në Oxford dhe pse ka qenë jashtëzakonisht mediocre, është futet në një shkollë të mirë, një kolegj të mirë të Oxfordit dhe të Cambridge-it dhe pastaj mund të shkojë të bëj komedi në vendet elitare në Londër, bën festivalin e Edinburghut sepse ka lekë ta mbështesin prindrit dhe mund të ketë një karrierë komplet disa dekadash pa patur nevojë të ketë sinjal artistik nga klasa punëtore.
jam shumë kurios, shiko, merr Hannah Gadsby, merr edhe James Acaster, e çoj në një klasë punëtore në Reading, një pub në Reading, edhe shikojmë se sa shumë ka për të ecur kritika që kanë ata. Dhe kjo është një nga arsyet sepse është pak demotivuese të bësh stand-up në Angli në këtë fazë që jam unë, sepse është shumë e qartë që janë dy rrugë për të zhvilluar material. Njëra është pak më e lehtë, po të bën të jesh out of touch. Tjetra është pak më e vështirë, edhe thjesht është më e vështirë. Kështu që hajde në Berlin, plak, mbaroj PhD-n, merre atë statusin e letrën dhe hajde në Berlin dhe mund të bësh në Berlin mund të bëhesh edhe delfin, nëse do. E ke vënë re për shembull sistemin e klasave, se mos të një që po thot broç shkolla ky këtej kritikon komunizmin, këtej flet për klasat. E para, sistemi i klasave është më i vjetër se ideja e komunizmit, se ka shpikur Marxi. Marxi at best ka qenë kopjaci i Hegelit, at best, edhe diletant, por pjesa e klasave është kudo në artin britanik, në çdo output artistik që ka Britania, shikoni Rolling Stones dhe Beatles. Po të pyes unë ty për shembull, Rolling Stones dhe Beatles, nga dy grupet, cili mendon se është upper class, cili mendon se është middle class. Cili mendon që është working class dhe cili mendon që është middle class. Beatles dhe Rolling Stones. Thjesht tu një emër, whichever one. Rolling Stones më duket upper class më. Yes. Rolling Stones janë upper class, po në pamjet pa Rolling Stones vishen më keq, vishen si më vishen ndryshe. O plak, po të ishin në Berlin dhe epidemia më e madhe e të rinjve gjerman është fakti që janë upper middle class në Gjermani, plak, vinë në Berlin, vishen si hobos. E ke parasysh? Edhe dalin në protesta komuniste socialiste për të shpërndarë taksa. Sepse edhe shkojnë në fundjavë në shtëpi, edhe marrin kalin. Edhe shkojnë në ato 4 hektarët e tyre që kanë për të dalë shëndetjen e kalin. Sepse të jesh kundër sistemit, të bësh të bësh se është cool edhe është luksi atyre që mund ta përballojnë dështimin. Kurse ne nuk e kemi fare luksin, nuk mund të përballojmë ne të nisim një revolucion, se it's insane. Kështu që njerëzit e humbasin këtë nocion. Edhe është pjesë e çdo, është Beatles dhe Rolling Stones, është me Blur edhe me Oasis, që u ribashko Oasis tani, thought pieces dhe opinion pieces që këto që elita liberale ka bërë për Oasis janë të llatarshme. U bën këta homofobët, do vinë prap, do promovojnë prap racizmin e tyre, do promovojnë prap homofobinë e tyre, do bëjnë gjatë më të mëshme, kur asgjë e tillë nuk është nga Oasis. Liam edhe Noel, di komediant që kanë hapur për ta ose kanë folur për ta, janë njerëzit më pak edhe nuk kanë bërë asgjë as publikisht madje, jo vetëm privatisht, raciste, po thjesht është ideja që këta janë working class, janë rough around the edges, edhe këta duhet që këta nuk janë as të rafinuar sa Blur, sepse edhe po ti shikosh këngët e tyre, Oasis në pamjet parë ka më shumë balada, ka më pak këngë që janë ekstravagante, sepse they just wanted to fit in. Thjesht donin që të kishin atë jetën më të mirë, mos punonin në fabrikë gjithë jetës. Kurse Blur edhe Rolling Stones, që kanë pasur shkolla dhe prindër të pasur dhe gjithçka, they didn't give a shit. Mick Jagger ka qenë shkollë për ekonomik. Mick Jagger, imagjino, ka qenë shkollë për ekonomik deri vonë sepse mendonte se nuk do jeste karrierë diskografike. Oasis nuk janë futur fare në shkollë. Kurse Beatles kanë shkuar në Hamburg për të performuar. Imagjino sa rokopuj kanë qenë, sa është dashur shkojnë atje. Pra është kjo ideja e mos të dashurit, you want to fit in, duan të jenë në brenda dhomës. Nëse i ke lindur brenda dhomës së privilegjuar, është lehtë që të bësh si ekstravagante të thyer gjëra. Kurse ke qenë kur brenda, është pak e vështirë që të futesh. Edhe merr paragjykime të tilla, siç ishte me Oasis, siç ka qenë me Napoleon Bonaparte, siç ishte me Beatles. Migo, gjovllajn. Po se Oasis dhe Beatles janë pak larg nga realiteti shqiptar, domethënë, po të vësh re, domethënë, edhe në Shqipëri ka një ndarje edhe në art, domethënë, ka disa personazhe që vinë nga familja artistike, domethënë, dhe që e shohin si detyrim i popullsisë për të njohur artin e tyre dhe për ta vlerësuar artin e tyre. Ka pasur edhe në tre community, domethënë rap, hip hop e tjerë, domethënë janë individ, domethënë që janë
që vinë nga familja të shkolluar. Ai skivi skillsave për shembull që ka qenë me letri vurën, ai vjen nga familje super e mirëqen, me sa diun, qofsha gabim. Tingulli trend, jo, ka qenë skillsat. Skillsat. Atë po them. Po se skivi e ka emrin artistik. Nuk e mbaj mend se si e ka emrin. Ai ka Çurelsi, domethënë. Ledri vetësh me diplomë, domethënë me gjithë të mirat e dynjas, domethënë. Dhe shumicën e atyre nuk i ka bërë nga arti, jo, se ne dimë se si ecën arti në Shqipëri, e ke parasysh. E dimë se të ardhura sjell etj. Edhe por në Shqipëri në fakt, pavarësisht se në Angli është më keq se mi klason, në Shqipëri njohja, dallimi i këtyre ndryshimeve që ti the, dështon komplet. Sepse ne në Shqipëri nuk e do e vlerësonim asnjëherë një Oasis apo një Beatles për faktin se ata aty, por ne do i lëpieshim një Rolling Stones apo Blurit, domethënë, sepse ata e dinë, ata janë pjesë, do të jesh ti ata, kupton që të kuptosh atje. Kupton, merr njerëz me noizin që vetë e rjo velie e fton noiz, e fton tash ti që janë motrën pitër puri dhe ose jemi nga fundi na lejon të çajm çik tash. Si mund të marrë një kryetare bashkia plak një reper që ka kënduar, domethënë, oreo, dëgjoni dëgjues të dashur, Blona, unë si Blon jam një nga fansa më të zjarrt të repit të plak. Unë kam pasur i printoja faqja A4 të Tupakut, ja vija librave gjuhës shqipe etj kur isha në gjimnaz. Kam qenë goxha e apasionuar, domethënë, ka pëlqyer shumë kultura. Edhe çdo gjë e tjera, sa do të rejë shumë ish plak. Kur thanë që reperi shqiptar në Futenburg u friksova komunikatilin në fillim. Pastaj kur morra që noise thash, that doesn't even count. It doesn't even fucking count. E ke parasysh, edhe mendoj se kjo është ndryshimi i madh që kanë bërë që nga atëherë deri tani, domethënë, dhe biseda më idiote, më ignorante, më e papjekur, domethënë, është e gjitha kjo me DBA dhe OTR. Le të kalojmë miq të dashur në fazën më të bukur të episodit, duke diskutuar për TBA dhe OTR. Ja diskutimi. Unikatili është një reper superior. Kaq. As nuk krahasohet, është të mërshme, se është shumë mungesë edukate që ti vësh ball për ball mënyrën se si performojnë e mënyrën se si shkruajnë. Ai tipi se në zonat e reja po shpërndan pica, ai thashë në plak, po ti nëse dëgjon rap, duhet të dëgjosh pikërisht nga një individ që shpërndan picën, që ai shpërndan, jo nga dikush që ka hotele. Krejt Hajvan është kryevepër o plak. Krejt Hajvan vetbesim. Këto janë Krejt Hajvan qëndro. Qëndro është niveli të qifsha Kadaren. Qëndro nuk e dëgjoj dot kur jam biçikletë se it's too much. Too much. Ajo është plak, po shiko. Ai është një reper i kompletuar, domethënë se është i çuditshëm, e ka gjithë atë markën e tij që është enigmatik. E kam thënë që ju nuk merr pjesë për këto. Mund të jetë nga mungesa e aftësisë për të performuar, ka shumë shanse që mund të mos jetë i aftë të performojë mirë, domethënë. Por gjurma që ai ka lënë, domethënë nuk krahasohet fare, mund të bëj noise derisa të vdesë noise, mund të vdesë duke bërë një këngë, nuk ka për të qenë asnjëherë në nivelin e unikatilit për të vetmi fakt që materiali që ai ka dhënë njerëzve, domethënë nuk krahasohet fare. Prandaj jam distancuar unë se jam si unikatile, do të shohem prej vorrit shumë shpejt, po jo, bro. Pikërisht pra. You gotta leave to come back. Yeah. Pikërisht, po thjesht nuk do të bësh gabimin që ti bërtasësh gazetarit në aeroport, siç i bëri ti unikatili. Ka ndodhur kjo, se di, nuk jam familiarizuar me lori. Di vetëm atë. Po pevori, pra këndon 3 rreshta gazetarit. Po, mirë, u thash se ka qenë kështu. Jo, unikatili. Po normalisht ai person tani diku një emigrant vllai që s'ka parë asnjëherë asnjë lloj vëmendje, domethënë përveç se klika në YouTube, ku di ai të cilët me gazetarë. Ai ka shkuar në New York në vitet 90, ai në xhungël. Është eksperiencë traumatizuese, se shumica e shqiptarëve që kanë shkuar atko kanë qenë në komunitetet më të përsekutuara dhe të pafinancuara të New Yorkut. Ku kanë shkuar? Se shpesh nuk kanë shkuar në Upper West Side në fillim, Duhet të shohim edhe diçka burse, është edhe një krahasim që në fakt është një çik budallik, po ta bësh po ndohet bëj përsëri. Një nga financiarisht Noizi është nga reperat më të suksesshëm financiar shqiptar. Ka parasysh, po ka pasur repera, domethënë në Amerikë, domethënë që ka qenë trash of the trash, edhe pra kur kanë arritur një maj, plak, disa kanë zgjedhur rrugën e Soros dhe satanizmit, disa të tjerë kanë zgjedhur rrugën për të bërë diçka, por ka pasur kanë hapur shkolla uljat. E kupton? Kanë qenë njerëz që kanë ardhur domethënë nga llumit edhe kanë vendosur që okay, valla, un kam 4 milion, po jap 1 milion të bëj këtë gjë, domethënë që dikush nesër pas nesër mos të vuaj një të gjë.
Noizi vetëm që ka bër ka bër bare, restorante, Ka por edhe bërë gjell, njerëzit. jo, kur ndodhi tërmeti ka bërë një gjell, një Atë kusi pra do madhe. thosha, e ke parasysh. Edhe njerëzit tani thonë që jo po se kur ishte tërmeti nuk ishte asnjë tjetër që bënte gjell atje. Të qifta gjellën. Çfarë populli ka. Edhe një gjë tjetër që mos jemi, ju lutem, kur të që këtë, do ta them, sepse kjo është mënyra, nuk ka fjalë më të mirë, mund të ju para vulgare. Le të mos jemi kara, edhe ta bëjmë gjithë identitetin ton na persekutoj Sorosi. Sorosi ka shkatruar poundin britanik para disa dekadash dhe gjithë brezi tani britanik vuan është jeta atyre është ndikuar nga pasojat e asaj, atij shortin që ka bërë Sorosi. Ju a garantoj unë që në të përditshmërinë e tyre nuk i zgjidhin probleme duke përmendur Sorosin. Kështu që le të rritemi edhe t'i bëjmë ballë problemeve tona duke qenë më të edukuar, më të fortë, edhe më vigjilent dhe mos t'i hedhin fajin disa 3-4 armiqve publik në stil komunist. Unë mendoj se me këtë duhet ta mbyllim, edhe duhet të them diçka që ti bashkohet kësaj. Një miku im që dua shumë, por që ai ka vendosur për një kohë gjatë mbetet anonim, domethënë kur kemi folur për pjesën e konspirative ka thënë diçka. Është ai komshiut. Jo, nuk është ai komshiut, jo. Ky më ka thënë diçka kur diskutoja unë, domethënë që mund të bënim një monolog ose diçka, një fjalim rreth teorive konspirative, etj, Sorosit etj. Sa blon. Marrim rast sa që kjo është e gjitha e vërtet. Sorosi e të tjera. E marrim të mirë janë, domethënë që gjitha ato gjërat ndodhin. Në momentin kur Bleoni, Altin Goxhaj, Uliadi përfshime të tilla tema, janë të pamundur të sjellin një farë lloj ndryshimi. Në qoftë se ai person është vërtet aq i fortë sa ne themi që është, e kupton? Edhe këto në shumicën e rasteve, jo gjithmonë, por në shumicën e rasteve janë disi kështu si drogë, si opium për shoqërinë, domethënë duke u marrë me gjëra. Ato janë me vërtet opium. Duke u marrë me gjëra kaq kolosale, domethënë kaq që janë kështu spiderweb, që janë i kanë futur tentakulat kudo, domethënë ti mendon vërtet me atë vanitetin tënd, domethënë që ndryshosh diçka, ti humbet atë spirancën nga realiteti edhe nga gjërat që ti vërtet mund të ndryshosh, që janë jeta jote, përditshmëria, zhvillimi në profesion, zhvillimi i familjes, zhvillimi i lagjes së qytetit, duke u bërë politikan, duke bërë një tender etj etj. Nuk e për ta pasur asnjëherë mundësinë për të bërë një ndryshim tek vetja e jo më tek shoqëria, në qoftë do merresh me gjëra që në fillim janë më kolosale se sa ti. Në qoftë se ti je Uliat Bërdica dhe mbasi shpike jajin më të fuqishëm edhe bëhesh Elon Musk i radhës, edhe mbasi ke krijuar disa biliona, mbasi ke krijuar disa miliarda pound, vendos që të hysh në betejë kundër Sorosit, ti je i besueshëm. Po nuk mund të çohet tash i gëzimi nga mali gramozit, të thojë që Sorosi po na vret ne, edhe po na bën dhe ne duhet ta luftojmë. Jo sepse ai nuk ka kapacitet, mas pak, secili mund ka gjërat e veta, por thjesht ti nuk e ke statusin, nuk e ke rëndësinë, nuk e ke fuqinë. Edhe në mund të doja që ne të jetonin në një lloj utopie ku edhe ai individi, domethënë që vjen nga askush e ka të fuqinë për të sjellë diçka, por nuk jetojmë në një revizion kështu realitet socialist, domethënë ku gjithë secili mund të ndryshojë diçka. Jetojmë në një botë e egër, në një botë që nuk i intereson fare, nuk i plas trapi se kush është Bleon Hasani, nëse unë vdes nesër, është literalisht në të qindën e sekondit dikush tjetër që do lindi të bëjë diçka. Kjo është fakt. Unë nuk kam asnjë lloj rëndësie. Unë e ndërtoj rëndësinë time. Për sa kohë që nuk kuptojmë këtë gjë, rreth vetes tonë plako, pëllit si lopa ditë e natë, nuk e di. Vetë do i dalësh për zot asaj pune, por më që do i dalësh për zot se është pothuajse e pamundur. Idetë janë kudo rreth nesh, është përgjegjësia jonë që dim ti peshkojmë, sepse nëse nuk e bëjmë ne, do shkojë te rrjedha dikujt tjetër dhe ai person tjetër do ta peshkojë. Është detyra jonë të hedhim rrjetat. Pikërisht.
Miq të dashur, siç juve e dini gjithë kohës, episodi ka dalë përpara në Patreon, kështu që dini mos u bëni koordinator, na duhen disa fonde për të difishuar edhe për të marrë sa aparatura të tjera. Kemi disa plane shumë spektakolare me shumë të ftuar live edhe me disa le të themi si tip biçim rubrikash eksperimentale pilot, domethënë për të bërë disa gjëra live me persona të ndryshëm, me tematika të ndryshme që janë disi më argëtuese, por duke mos sakrifikuar në pjesën përmbajtësore të gjithë bisedës. Kështu që mos u ndrojti, por duke u bazuar edhe në ndodhitë e fundit, pa u dashur të bëj viktimën prapë. Domethënë gjëja më e rëndësishme për podcastin, edhe jo vetëm për Buci Podcast, për të gjitha edhe themi degët edhe rrymat që përcjellin një mesazh të caktuar, është që juve të bëni një like, një koment, se këto gjëra pavarësisht se duket të fillojnë nga shumë bastarde, janë gjëra që ndikojnë në zotin algoritëm për të ecur përpara, domethënë për të shpërndarë sa më shumë të mesazhin që ne duam të shpërndajmë, qoftë i saktë apo i gabuar, unë nuk e di. Kur të dali, kur feedbacku e vendos në predominancë se çfarë është. Kështu që shpërndani miq tuaj, bisedojeni, tregojeni, mos keni turp që dëgjoni podcast, nuk jeni budallë që dëgjoni podcast, bile më lejoni të them që jeni në klasën në upper class në qoftë dëgjoni podcast edhe jo. 100%. Okay. Uliat, shumë faleminderit miku im. Okay. Ishte kënaqësi të bisedojmë me ty. Do të bëjmë një tjetër që të jemi pak më se kjo sigurisht ishin akumuluar shumë gjëra të thjesht u shpalos gjithçka në të njëjtën kohë. Mos ta lëm më që të bëhet pothuajse një vit për podcastin e radhës. Premtim publik nga Uliat Bredica, nuk do e lëm kaq kohë. Kështu që isha pak burnout për të podcastin, po herës tjetër do less burnout, more sharp content. Kjo do jetë një video e shkurtër që unë do e nxjerr e do i bëj tag Uliatit që mos ta harroj asnjëherë, që brenda 4 muajsh Uliati do vi në formën e tij si një Phoenix i ardhur. me përemra me gjithë. Unë them të ikim sa nuk na kam nxjerr për jashtë. Kështu. Ikim. Hajde, ciao. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.